Përshëndetje për gjithë dhe mirë se erdhët në klinikën tim. Sonde do të flasim për një nga shërbimet më humane dhe madje më të rëndësishme të sistemit shëndetësor në Kosovë. Do flasim për shërbimin mjekësor shtëpiak. Se kush mund të marrë shërbim në shtëpi, çka ofrohet realisht në shtëpi, cili është roli i stafit mjekësor, cilat sëmundje trajtohen më së shpeshti, ku qëndron lidhshmëria mes trekëndshit familjar, pacient dhe staf mjekësor. Këto e madje shumë informacione të tjera, sonde do t'i marrim nga shefja e shërbimit mjekësor shtëpiak në kuadër të komunës së Prishtinës, doktoresh Sahadete Kelmendi, një herë specialiste e mjekësisë familjare. Doktoresh, mirëmbrëma dhe mirë se erdhë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë. Doktoresh, a mund të na tregoni fillimisht historikun se si ka filluar shërbimi mjekësor në Prishtinë? Po, faleminderit. Shërbimi i mjekimit shtëpiak daton që nga vitin 1986 dhe ka funksionuar deri në vitin 1992, normal që ka qenë me një staf më të redukuar, është mbyllur në vitin 1992, kur për shkak të regjimit të atëhershëm, gjithë shqiptarët janë detyruar që të largohen nga vendet të punës. Ka pasur kriza të funksionimit shërbimi, mirë po që nga viti 2005 ka funksionuar si shërbim i rregullt, dhe në vitin 2020 shërbimi ka funksionuar vetëm me një orar punë nga ora 7 deri në ora 15, konkretisht në përbërjen e atij ekipes kanë qenë 2 mjekë dhe 2 infermiere. Që nga periudha e Covidit, konkretisht nga qershori i vitit 2020, shërbimi është zgjeruar dhe ka funksionuar me 2 ndrime nga ora 7:13 dhe nga ora 13 deri në orën 19. Në kuadër të një orari kanë qenë 2 ekipe në ndrimin e parë, 2 ekipe në ndrimin e dytë. Që nga marsi i vitit 2022, shërbimi ka funksionuar edhe fundjavave dhe festave me orar pune, me të njëjtin orar që nga ora 7 deri në orën 19. Mirë po që nga korriku i vitit të kaluar, konkretisht vitit 2025, shërbimi është zgjeruar dhe me një staf në kuadër të projektit të Ministrisë së Shëndetësisë, konkretisht me një projekt të kujdesit paliativ, dhe në kuadër të një ndrimi janë 3 ekipe në ndrimin e parë dhe 3 ekipe në ndrimin e dytë. Ajo që vlen të theksohet është se në kuadër të këtij projekti janë pranuar tek ne në shërbimin tonë edhe 2 fizioterapeute si dhe një psikologe klinike. Mirë shumë. Çka përfshin konkretisht shërbimi mjekësor? Cilë pacienta kanë të drejtë të marrin shërbime në shtëpi? Parimi bazë i funksionimit të shërbimit mjekësor shtëpiak është paaftësia e pacientit për lëvizje. Do të thotë gjithë ata pacientët të cilët për çfarëdo arsye mjekësor nuk mund të vizitojnë as qendrën më të afërt të mjekësisë familjare, konkretisht janë pacientët e palëvizshëm, ku përfshihen moshat mbi 65 vjet, mirë po edhe pse pacientët mund të kenë moshën mbi 65 vjet, nëse ai është i aftë të funksionojë dhe mund të vizitojë qendrën më të afërt të mjekësisë familjare, nuk është obligative që të merr shërbim nga ne. Janë pacientat me sëmundje kronike, janë pacientat me sëmundje sistemit kardiovaskular, pacientat me diabet, pacientat e palëvizshëm për shkak të insulteve cerebrovaskulare të lindura apo të fituara, pacientat me amputime të gjymtyrëve të poshtme konkretisht për shkak të sëmundjeve të diabetit, pacientat pas intervenime kirurgjikale, mirë po pjesa më e rëndësishme e shërbimit tonë janë pacientët me sëmundje malini, konkretisht pacientët me sëmundje kanceroze. Këtu në përgjithësi janë kategoritë e pacientëve që marrin shërbime nga ne. Sa shpesh vizitohen këta pacient? A mund ndodhë që brenda ditës shkoni 2 herë te i njëjti pacient, ose a ka një numër caktuar të vizitave, apo varësisht nga nevoja? Ndodhë që brenda orarit të punës të vizitohet edhe 2 herë i njëjti pacient, sidomos nëse ka me marrë terapi me antibiotik, ku mundohet t'ia përshtasim orarin e marrjes terapisë, mirë po edhe nëse i keqësohet gjendja e pacientit, ose nëse ka problem, nëse pacienti rastisht ka qenë duke marrë terapi intravenoze, ka pasur ndonjë efekt ansor për shkak të marrjes terapisë, apo për shkak se ka lëviz kanila, apo nuk ju ka ndërprer infuzioni, apo ka ndonjë kesim të gjendjes, atëherë ne mund të rikthehemi edhe një herë te këta pacientë dhe të vlerësojmë një herë gjendjen e pacientit. Përveç terapisë venoze që ju po e përmendni, çka ofrohet tjetër në shtëpi?
Gjitha shërbimet që ofrohen në kuadër të qendrave të mjekësisë familjare, gjitha shërbimet e njëjta ofrohen vetëm se dallon lokacioni i marrjes së shërbimit për këta pacient, i bëjmë vizita sikur gjithë pacientët që vizitohen në qendra familjare, japim terapi intravenoze, intramuskulare, subkutane. Bëjmë kohë të fundit kemi marrë një shërbim të ri shtesë që po e bën shërbimin, janë edhe kateterizimet, mirë po pjesa më e rëndësishme e vizitave tona apo punës që e bën shërbimi shtëpiak është edhe edukimi dhe promovimi shëndetësor për këta pacient, sidomos për familjarët të tyre të cilët përkujdesen për këta pacient. Doktoresh, ju benefitet vetë se po i përmendni, por a ka kufizime në kuadër të punës që ju po e bëni? Nëse ka hapësirë për numrin e pacientëve, atëherë ne nuk i vëmë asnjë kufi vizitave ditore për këta pacient. Mirëpo ndodh që numri i pacientëve është aq i madh, kohë të fundit kemi pas një rritje enorme të vizitave dhe shërbimeve shtëpiake. Muaji i kaluar ka qenë numri rekord i vizitave dhe shërbimeve shtëpiake, që ka kaluar deri në 10.000 kanë qenë vizita dhe shërbime shtëpiake për një muaj, që i ka rënë mesatarja 300 shërbime brenda një dite, ku në kuadër të shërbimeve janë gjitha ato që u folën më herët. Ndodh që numri lista e pacientëve plotësohet më herët, atëherë ne detyrohemi që këtë listë ta ndërprejmë dhe nëse mirë po normal që japim prioritet pacientëve, e bëjmë selektimin e tyre, sidomos pacientët që janë me sëmundje maligne, gjithsesi kancere, këta pacientë nuk ndodh që të refuzohen asnjëherë brenda orarit të punës. Ata që mund të bëhen refuzuar janë pacientët që kanë ndonjë lidhje apo fashim plagë, apo ndonjë kateterizim, apo ndonjë këshillim, apo ndonjë vizitë që nuk është shumë urgjente e që mundet të bartet vizita apo shërbimi për ditën tjetër. Ky është kufini që ne mundohemi që ta vendosim ndoshta edhe pa dashjen tonë, mirë për shkak të kapaciteteve tona, nganjëherë nuk mund t'i arrijmë gjitha kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të komunës së Prishtinës, sepse shërbimi ynë mbulon gjithë qytetin e Prishtinës, si dhe gjitha fshatrat që e rrethojnë komunën e Prishtinës, nganjëherë janë sfidat edhe sidomos kohë të fundit që ishin tërreshat shumë të mëdha, ngricat të mëdha që kanë vështirësuar edhe qarkullimin e shërbimit tonë, atëherë na ka pas raste që për shkak të ngricave nuk kemi mujt me shku deri te destinacioni apo lokacioni i pacientit dhe jemi detyruar që ta bartim për ndonjë ditë tjetër. Numri i pacientëve vizita konkretisht brenda ditës që ka arritur më së shumti ka qenë numri 79 pacientë do të thotë janë vizituar brenda ditës, ndërkaq shërbime si ka dhe më herët ka shku numri i shërbimeve deri në 300 brenda ditës. Është numër realisht i madh dhe punë shumë e madhe që ju po e bëni, po si arrini t'i planifikoni gjitha këto, sepse andani me regione, është punë shumë e rëndësishme, po të njëjtën kohë nëse e mendon numri 300 është numër shumë i madh, kështu që e di që ju vjen shumë kohë për me bë planifikimin, angazhimin e stafit. Po. Orari punës të na fillon në ora 7. Me fillimin e orarit të punës, konkretisht me hapjen e telefonave, pranimin e vizitave, atëherë ne ulemi gjithë stafin, bëjmë takimet e mëngjesit dhe i aranjojmë planin ditor të vizitave dhe shërbimit që kemi bë. Jemi 3 ekipe në ndrimin e parë dhe 3 ekipe në ndrimin e dytë. Varësisht nga nevojat e pacientëve e ndajmë me lokacione, atë njëra ekip mundet me shku për shembull nga Hajvalia deri te Veternika, ajo pjesa më periferike, ekipi i dytë mundet me shku përfshin qendrën, ndërkaq ekipi tjetër mundet me shku nga Lagja, Kodra, Trimi dhe gjitha fshatrat tani që përfshin Bardhash, Besi, Tenashdall, Barilev. Tash, përderisa po punojmë shërbimin e mjekimit shtëpiak, gjithë stafi ynë e kemi mësuar gjitha fshatrat që ndoshta nuk e kemi ditë për më herët. Dhe ky është plani që e bëjmë gjithsesi, aranxhimi i lokacionit që e bëjmë brenda ditës. Si ndiqet ecuria e pacientit? A i mbani dhënat për pacientat, përcjellni gjendjen e tyre vazhdimisht? Po, ne kemi pacientë, edhe pse janë me sëmundje kronike, që i kemi kartelat e hapura për secilin pacient. Pacientët që janë me sëmundje kronike, gjithë ata kanë kartelat e hapura, janë kartela klasike, mirë po që për neve kanë një domethënie dhe kuptim dhe rëndësi shumë të madhe për ne, sepse në ato kartela janë gjitha dhënat gjenerale të atij pacientit, janë sëmundjet, janë hospitalizimet, janë terapia, është anamneza familjare dhe gjitha dhënat, vizitat cilat janë bë
me vite tona. Ne kemi pacient që ka kartel që 20 vite, dhe pse është me smundje kronike, ai normal që ka pas jetësinë më të gjatë dhe ajo është një lehtësim shumë i madh për neve. Gjithë ata pacient ne i marrim kartelat edhe nëse është pacient i ri, atëherë i marrim, i bëjmë flesa kompjuterike që i themi ne, edhe ku shënohen gjitha emri pacientit generalet dhe është adresa edhe një numër kontaktues patjetër për këta pacient dhe normal që neve na ndihmon përmjet gjithë adresën dhe lokacionin më lehtë. Pacientat të cilët rrasin për herë të parë, nëse ka me marrë ai pacient terapi vazhduese, atëherë ai nuk ka nevojë që të thirrë tutje, ne atë shkojmë nëse ka terapi për shembull 7 ditë 10 ditë, ai thirr vetëm herën e parë, ndërkaq që pacientat që kanë për shembull ose lidhje ose pastrim plagë çdo 2 ditë apo çdo 3 ditë, ne gjithmonë i themi për shkak të aranxhimit edhe mos më harruaj pacient që me thirr sa herë që ai ka me pas nevojë, sepse nuk kemi një sistem të kompjuterizuar kur ruhen gjitha datat apo terminet të caktuara për këta pacient. Në raste kur pacientat përkeçohen në shtëpi, në bazë të cilave shenjave ju vreni që po përkeçohet dhe çka ndërmerrni? Na nuk kemi urgjencë, gjithmonë i themi pacientat, për rast urgjente, normalisht nëse është një përkeçim shumë i shpejt apo urgjent i parametrave tal apo i gjendjes së përgjithshme për këta pacient, atëherë gjithmonë ne i themi që është numri 194, konkretisht është urgjenca mjekësore. Ne përpos që i bëjmë edhe vizitat edhe i bëjmë dhënien e terapisë gjithë ato që përmenden, ne kemi drejtë të bëjmë edhe referimin në raste të caktuara për këta pacient. Është fjala për ata pacientë të cilët janë të lëvizshëm, e bëjmë referimin për ndonjë laborator apo ndonjë konsult të specialistëve të ndryshëm, varësisht qysh e bëjmë vizitën, qysh e aranxhojmë neve atë pacient, atëherë na shohim edhe gjendjen e tij. Pra po themi, na nuk kemi urgjencë mjekësore dhe gjithmonë në rast të përkeçimit akut apo të shpejt, edhe pse janë pacienta të moshuar, edhe këta mund me pas ndonjë rast që kanë nevojë për ndonjë intervenim apo nevojë mjekësore më të shpejtë. Nuk do të thotë që është veç i vjetër dhe ai mos e pas nevojë për me marrë ndonjë ndihmë të shpejtë. Doktoresh, cilat janë sëmundjet kronike që më së shpeshni i hasni në shërbimin mjekësor shtëpiak? Në bazë të statistikave që na i kemi nxjerrë të cilën në bazë të ulëntimeve, pacientët me sëmundje të sistemit kardiovaskular janë këta që prinë. Së pari pastaj vijnë pacientët me sëmundje të sistemit cerebrovaskular apo insulteve cerebrovaskulare, janë pacientët me diabet, si dhe një numër apo një shifër apo një përqindje goxha e madhe është kohët e fundit janë pacientët me sëmundje malinje, para 2 viteve në përqindje kanë qenë të shprehur 4%. Ndërkaq vitin e kaluar, përqindja e pacientëve të vizituar me sëmundje malinje ka shkuar deri në 18%. Normal që këta pacienta nuk janë që na i kemi diagnostifikuar, mirë po janë raste që janë diagnostifikuar në klinikat të ndryshme dhe ata janë referu. Qoftë për me përcjellna nëse janë në stadin terminal këta pacient, ku në stadin terminal japen terapi simptomatike, apo pacientët të cilët marrin shërbime onkologjike, kemioterapi apo radioterapi dhe që përshkruhen ndonjë terapi si terapi pak përforcuese apo pas seancave kemioterapeutike. Doktoresh, të jemi të qartë për publikun, çka po nënkuptojmë me stadin terminal? Stadi terminal apo kujdesi paliativ, që tash ka hyrë edhe si terminologji dhe të ne edhe konkretisht po praktikohet edhe me ardhen e stafit të ri, konkretisht me ardhen e stafit të kujdesit paliativ, janë ata pacientë të cilët nuk trajtohen më, nuk ka terapi trajtuese për këta pacient, mirë po marrin terapi simptomatike, konkretisht mi ja menaxhu vetëm simptomat. Nëse pacienti futet në një stad terminal apo në një stad paliativ, atëherë jetëgjatësia sipas dhanave shkencore është deri në 6 muaj ditë. Çka duhet me bë te këta pacient është vetëm ja menaxhu simptomat. Simptomat më kryesore që menaxhohen për këta pacient është dhëmbja, nëse është pacient me sëmundje malinje, menaxhimi i dhëmbjes, menaxhimi i parametrave vital, menaxhimi i frymëmarrjes që është një ndër simptomat më të shpeshta që hasen te këta pacient.
Doktoresh, përveç pacientave në stadie terminale, i përmendet edhe personat me aftësitë kufizuara ose personat e palëvizshëm. Si arrini të menaxhoni rastet e tilla, duke marrë parasysh se ata mund të kenë nevojë qoftë për terapi intravenoze, qoftë për pastrim të plagëve që shpeshherë në kushte shtëpie mund të mendohet se të mos jetë edhe shumë e lehtë. Nuk është e lehtë as pak mi menaxhu këta pacient apo mi ofru shërbime këtyre pacientëve, por nëse janë të rrethuar nga familjarët apo nga kujdestarët e tyre, atëherë ne kemi shumë më të lehtë, sidomos tek kateterizimet apo tek dhënia shërbimeve të tjera, injeksioneve, infuzioneve apo lidhja dhe pastrimi i plagëve, ndodhet që këta pacient munden me qenë vetëm vetë në shtëpi. Të këta pacient që janë vezvet, atëherë na nuk kemi drejt të japim asnjë terapi, përpos që mundemi mja bo në vizitë apo matin e parametra vital, për ndryshe terapinë nuk kemi drejt sepse mundet me pas në efekt ansor dhe nuk ka askush aty që ta përcjell gjendjen e tina. Nëse kohët e fundit masi po jemi ma shumë edhe ka 2-3 infermierë po dalim në terren, është pak ma lehtë mi menaxhu këta pacient, sepse gjithë bashkëpunojmë, infermierët janë edhe me një mjek çdo herë, kështu që i mundohemi qoftë nëse ka nevojë me lëviz apo me rrotullu apo me tërhiq në njërin anë apo në anën tjetër, është pak ma lehtë. Nëse jemi ma shumë, më herët ti Erza ke qenë edhe pjesë e shërbimit tonë, e din që krejt terrenin e kemi mbulu vetëm një mjek dhe një infermier, sidomos kujdestarit kanë qenë tepër të latshme, kur një kujdestari 12 orë ditën e shtunë, ditën e diel është mbulu vetëm me një mjek dhe me një infermier, atëherë sfida dhe vështirësitë kanë qenë shumë më të mëdha se sa sot. Doktoresh, i përmendet efektet anësore të barnave, a ka pasur raste kur ka pasur efekt ansor ose lloj alergjie, ta quajmë kështu, gjatë kohës që ka marrë terapi në shtëpi? Dhënia terapisë në shtëpi, sidomos antibiotikëve, bart një rrezik me veten, në gjithmonë ju themi pacientëve apo familjarëve të tyre, nëse pacienti nuk është gjendje me vendos për terapinë e vet, se mundet me ndodhë që efekti ansor i terapisë me qenë edhe i shpejt, mundet me qenë brenda disa orëve apo brenda pas një dite. Në rast se ka ndonjë efekt ansor, sidomos është fjala për antibiotik, më të shpejt atëherë gjithmonë pacientët duhet të orientohen te ata që ofrojnë shërbime më të shpejta dhe më urgjente që është një 9-4-shi. Ne gjithmonë ju marrim një anamnezë të hollësishme pacientëve apo familjarëve, sidomos për marrjen e antibiotikëve, ka pasur ndonjë efekt ansor nëse ka marrë më herët, sidomos për pacientat të cilët marrin terapi 2 herë në ditë, në gjithmonë edhe nëse është pacienti nuk është zgjuar akoma apo është në gjumë, ne përpiqemi që të zgjuhet ai, të pin pak diçka ose të hanë diçka në mënyrë që të jetë pak më i qetë apo pak me një gjendje më stabile përpara se ti aplikohet terapia. Juve vazhdimisht po i përmendni familjarët. Cili është realisht roli i familjarëve kur bëhet fjalë për shërbimet mjekësore që jipen në shtëpi? Roli i familjarit, si të pacienta, si të çdo kohë, është normal roli kryesor edhe në jetën tonë të përditshme. Shumica e pacientëve tanë janë të rrethuar pi familjarëve, mirë po ka një pjesë apo një përqindje kuq e madhe të tyre të cilët familjarët e tyre nuk janë prezent gjatë vizitës tonë, apo familjarët i kanë ose janë në punë apo janë krejt jashtë apo dikush ka dhe kujdestare që normal që ka kujdestar që me të vërtetë angazhohen shumë sa përket përkujdesjes se këtyre pacientëve, atëherë nëse nuk është pacienti i vetëdijshëm apo nëse nuk mundemi ne ta marrim një anamnezë për pacientin, atëherë gjithë orientimet ne kemi te familjari apo te kujdestari, qoftë për problemin bazë për cilin ka thirrë, qoftë për anamnezën, qoftë për smundjet e kaluara, sidomos për terapinë cilën e përdor ai pacient, apo nëse ka nevojë edhe për shërbime tjera, mirë po ai pjesa më e rëndësishme jonë është që ta edukojmë edhe këtë pacient, sidomos të pacientët të cilët janë me smundje maline konkretisht për menaxhimin e dhimbjes, ne kemi drejt që të japim gjitha banat që janë të përshkruar në listën esenciale, e qoftë edhe opioide. Qëllimi kryesor i unë është që këta pacient mos t'i lajmë me dhimbje, gjithsesi që të menaxhohet dhimbja, atëherë na gjitha dhanat i marrim, gjithë ecurinë e smundjes e marrim prej familjarit apo prej pacientit dhe normal që e edukojmë apo këshillojmë kur duhet që ta merr një bar që ka efekt më të fortë, kur duhet që të zvogëlohet doza, kur duhet që të rritet, kombinimet
nimet e barnave, gjitha këto na në bashkëpunim me familjarët apo me pacientin e bojmë një farë terapie përfundimtar apo një farë trajtimi përfundimtar. Doktoresh, a ka raste kur familjarët kanë frikë për të përdorur barnat ose për të edukuar në këtë fushë, ose kanë pritshmëri më të larta për familjarët ose pacientët në këtë rast? Ka raste të shumta, sidomos ata të cilët nuk kanë asnjë qasje në profesionin shëndetësor, apo nuk është hera e parë që ballafaqohen me familjarën e tyre apo me pacientin me këtë lloj sëmundje, mirë po ne gjithmonë mundohemi që ta këshillojmë dhe edukojmë për atë të cilën ai mundet me i bën në shtëpi. Ne nuk i japim obligime shumë të cilat munden me qenë me ndonjë efekt anësor apo me ndonjë rrezik sa i përket dhënies së terapisë, mirë po ne gjithmonë mundohemi ato që ju takojnë një familjari apo një pacienti, duke filluar me higjienën, duke filluar me aktivitetin fizik për këta pacientë nëse kanë mundësi pak të lëvizin, me marrjen e terapisë, me përcjelljen e parametrave vital, se sidomos për pacientat të cilët janë me diabet, gati krejt familjarët apo pacientat i kanë glikometrat, edhe munden me përcjell glikeminë, se glikemia mundet me ra në vlera shumë të vogla, nganjëherë mundet pacienti me ra në hipoglikemi apo në hiperglikemi. Gjitha këto shenjat vitale dhe shenjat e rrezikut ne mundohemi që t'ja shpjegojmë gjatë hapësirës dhe qëndrimit që jemi në atë pacientët. Nga praktika juaj, a keni pas raste kur familjarët nuk kanë bashkëpunu? Po, ka. Tash mbahet edhe nga mentaliteti, nga i familjarëve, nga personaliteti, nga vetëgjendja psiqike e familjarët, nga statusi social, statusi psiqik, ka shumë faktorë që ndikojnë edhe dikush është i lodhën edhe me familjarën e vetë, është i mërzitun, është i zhgënjym, edhe në sistemin shëndetësor nga njerë kërkesat janë aq të mëdha të pacientëve apo familjarëve tyre ndaj neve sa mendojnë që ata na kemi obligim me nejt me orë të tana, mendojnë që na duhet me nejt deri ta merr një terapi 2-3 orë, apo mendojnë që në sarë që ka nevojë pacient na mi shku 3-4 herë në ditë apo edhe ma shumë, qoftë edhe për një matje të një temperature, qoftë edhe për një matje të një parametrit, cilën atë punë mundet me krye edhe vetë, mirë po ne mundohemi që ta arrim një farë kompromisi, po pa marrë parasysh, pacientat gjithmonë kanë drejt, ne i kuptojmë, edhe familjarët e tyre i kuptojmë, sepse nuk është shumë e lehtë me pas një të smut, sidomos një të më shumë, të cilët kanë probleme të ndryshme duke filluar edhe nga statusi ekonomike, sociale, psiqike, psikologjike, gjitha këto që mund me ndikojnë edhe shëndetën e gjithë mbashëm. Të pacientat të familjarëve, ne mundohemi me qetësi, me kapacitetet tona, që ta gjejmë një farë kompromisi edhe një farë bashkëpunimi edhe me ta. A ka pasur raste që pacientët kanë jetu vetë? Nuk kanë pasur familjarë prezent? Kemi pas raste, jo shumë, po kemi pas raste, edhe kemi raste akoma të cilët kanë jetu një qift i më shumë, për shembull ka jetu, njëri prej tyre ka vdek, edhe pacientat apo personat të më shumë jetojnë veç vetë. Ka raste kur thrasin të afërmit e tyre apo fëmijët e tyre, kur ai pacient nuk ka vedi, nuk është gjendje as me bë asnjë telefonat as të një apo të ndonjë shërbim tjetër, ajo çka ne mundohemi të bëjmë për këta pacient është ai personi i cili ka thirrë gjithmonë adina me kontaktu me ta, me marrë një anamnezë të hollësishme edhe me ia ofru një farë shërbimi për cilin ka nevojë. Do të thënë ju i keni pas parë të dy rastet, edhe rastet kur ata kanë qenë me familjar, po edhe rastet kur ata kanë jetu vetë. Sa mendoni që ndikon mbështetja familjare? Mbështetja familjare ndikon shumë, edhe për pacientët, edhe për personat të shëndosh, normal jo për pacientët cilët kanë nevojë për mbështetjen e tyre. Normal që një pacient që jeton vetë, është pacient është më izoluar, mundet me rënë depresion, nuk është në gjendje mi kry as
as fund personale të ti, ai mundet me pas rrezik, mundet me urzu, nuk është i ushqyshëm, nuk ka asnjë lloj higjiene. Gjitha këto mund me ndiku nëse është vetë, mirë po për krahja ne shohim raste të ndryshme. Ka raste që e kanë mbështetjen maksimale të familjarëve, mirë po ka edhe persona që janë të vetmuar, apo munden me qenë për shembull në punë apo në obligime të ata familjar, apo munden me qenë të cilët këtë gjithë familjarët i kanë jashtë dhe pacienti është vetë, nuk ka raste të shumta, se cili person e ka dikanën që i ofron, ndoshta mundet mos me qenë momentalisht kur shkojmë na aty afër, mirë po kontaktet asnjëherë nuk mund të ndërprej me familjar apo me të afërmit e vet apo edhe me kujdestarët. Personat që marrin shërbime në shtëpi e ndjejnë një farë lloj izolimi social, nëse më lejohet me e quajtur kështu. Sa mendoni që ndikon në aspektin psikologjik tek ata? Po, nga ka pacienta që si të shohin shërbimin, me të vërtetë kanë një mbështetje dhe kanë një ndjenjë shumë të mirë dhe krijojnë një farë sigurie nga për neve. Ne kemi pacienta që kemi që 20 vjetë, për shembull, edhe njihemi apo familiarizohemi me këta pacientë, dhe pacientit cilë vetëm si thirrën në telefon prafërsisht mundem me ditë edhe arsyen pse ka thirrë ai pacient. Edhe pa shkuar në shtëpi për shembull mundem me ditë tani edhe çka ka ai pacient, edhe përgatitemi edhe në terapinë për shembull kur kemi me marr apo nëse është ai pacient që e dim që ka me marr vetëm ka nevojë për shembull për një lidhje apo pastrim apo për ndonjë kateterizim, atëherë është çanta tjetër, çanta e mjekut është çanta tjetër, çanta e terapisë është tjetër, kështu që krijohet një farë lidhje dhe bashkëpunimi edhe me këta pacient dhe një farë ndjeshmërie emocionale për këta pacient. Në çdo ditë, edhe në mëngjes, edhe takimet e mesditës që e kemi edhe grupin shërbimit tonë që çdo ditë kontaktojmë ndër me vete për pacientë, për shembull, s'ka thirr ky pacient, atu çka u bë, ose i thrasin vetë në telefon, se krijohet pa vedije një lidhshmëri me këta pacientë. Janë pacientë që ndoshta edhe vetë natyra e shërbimit është pak më natyrë tjetër, është natyrë më humane, është shërbim që i ofron një kategori pak më të veçantë shërbime, edhe kjo e bën më të veçantë edhe lidhshmërinë me këta pacientë. Në kuadër të shërbimit e përmendët që ka dhe psikolog klinik, apo jo? Dhe kjo besoj që ua ka lehtësuar punën, sidomos kur bëhet fjalë për këtë izolimin social që po e quajmë ne. Po, që nga korriku i vitit kaluar, në kuadër të projektit të Ministrisë së Shëndetësisë, kemi edhe një psikologe klinike, e cila është shumë e angazhuar të këta pacient, i ka kategorinë e pacient cilat i ofron shërbime dhe konsulta psikologjike, e ka listën e pacientëve, i bën terminet, e ka një punë të pavarur, sepse na jemi profesionisht shëndetësor, mirë po anën psikologjike dhe anën e psikologjisë klinike e dina jo më mirë se ne, nuk i përzihemi shumë, mirë po roli i saj është shumë i rëndësishëm, normal, edhe roli i dy fizioterapeutëve, që ju ofrojnë shërbime në kësaj kategorie është shumë i madh, është në rritje lista e pacientëve që kanë nevojë për këto shërbime, mirë po menaxhimin e bëjnë ato në mënyrë të pavarur. A ka ndryshime që do doni të shenit në shërbimin mjekësor shtëpiak? Po, momentalisht me staf jemi mirë po ajo që kemi nevojë, edhe pse jo për trajnime shtesë, nëse ka mundësi që na ofrohet njëve ndonjë trajnim shtesë, qoftë për kujdes paliativ, qoftë me marrë praktika nga vendet e tjera, i kishin qenë shumë të mirë se ardhona. Për shembull, jashtë ekzistojnë hospicet, ekzistojnë vendet ku dërgojnë pacientët në stadin e fundit të jetës. Kishte qenë mirë pse mos me qenë në pjesë ndonjë trajnimi që na ke shërby normal neve si shërbim. Gjatë kohës që ju qëndroni tek pacientët, a keni kohë të caktuar se sa do t'i kushtoni një pacienti apo varësisht nga rasti përcaktoni dhe kohën? Jo, ne kohë nuk kemi, as vija të kuqit as një pacientë nuk i vendosim, varësisht nga pacienti, varësisht nga shërbimet cilat ka nevojë ai pacient, atëherë nëse ka nevojë me qëndru më shumë, ndodhet që qëndrojmë 40 minuta, ndodhet që shërbimi kryhet aq shpejt për 10 minuta, varësisht prej shërbimit edhe prej nevojës që ka ai pacient. Nëse është për shembull vetëm një lidhje pastrim plagë, normal që asnjëherë nuk ndodhet me shku infermieri, nëse ka lidhje apo kateterizim
vëzim gjithmonë infermieri është i shoqëruar edhe shoqëruar edhe nga mjeku. Asnjëherë nuk del ekipi apo stafi për i pacientit pa e bërë dhe një konsult përgjithshme me atë pacient. Nëse është për këtë një shërbim minor, gjithmonë pa ja marrë parametrat vital, pa ja marrë një anamnezë më të shkurtë, po varësisht nga nevoja që ka ai pacient, nuk ndodh, kështu që varësisht nga shërbimi nuk i vendosim kështu as afat kohor, as kufi, ndodh që më shumë dhe më pak prit varet nga pacienti dhe gjendja e pacientit. Ndodh që shkon ti për një shërbim krejt tjetër, del diçka tjetër krejt, ndodh që ai pacient ka me marrë 3-4 shërbime, nuk e merr vetëm një shërbim, ndodh që ka një marrë parametrat e ekzaminimit të gjitha të hollësishme që ka me bë, kështu që ndodh që japet terapia, oksigjenaterapia, inhalimi, këshillimi, përshkrumja e recetave apo banave, rivlerësimi dhe njëherë e gjendjes së pacientit, do që prej minutave deri në gati një orë munden me qëndru të një pacient. Doktore, shkrejt në fund, cila është këshilla juaj për gjithë ata pacientë që marrin shërbime mjekësore në shtëpi? Pacientët le të kanë besim në shërbimin tonë, pacientët cilët janë të kategorisë i përmendëm më lartë, le të orientohen në numrat e telefonit që i kemi ne, është numri 0800 999, që është numri pa pagesë nga operatori i valët, dhe është numri 038 606 374, për rast edhe për natyrën e pacientit që i trajtojmë ne, për raste urgjente gjithmonë është numri 194. Rastet urgjente sigurisht edhe familjarët dhe pacientët dhe qytetarët i dinë cilët janë ata pacientë që i kanë simptoma që duhen më intervenu më urgjentisht. Për pacienta me smundje kronike, pacientat e kategorive që i përmendën, është shërbimi ynë, le të kemë besim tek ne, asnjëherë nuk ndodh që pacienti të refuzohet, nëse është në listën e pacientëve, ai pacient nuk ndodh që të refuzohet brenda ditës, edhe nëse te kalohet orari i punës, ai pacient ka më kry, mirë po ne i bëjmë prapë kthejmë selektimin e pacientëve, ju japim prioritet pacientëve me smundje maligne dhe pacientëve të cilët kanë me marrë terapi, sidomos është fjala për antibiotik. Rastet që kanë më të ftofta, pacientët që kanë me marrë ndonjë terapi tjetër apo ndonjë shërbim tjetër, qoftë edhe lidhje pastrim plagëve, kateterizimi, këto ndodh që pacienti mundet me thirrë në ora 7, mirë për shërbimin e merr deri në orët e pasdites, mirë për pas shërbim nuk mbetet asnjëherë. Doktore, ne të falenderojmë shumë për gjitha informacionet që na i sonte sa i përket shërbimit mjekësor në kuadër Prishtinës. Faleminderit shumë edhe juve, suksese. Jemi munduar në pika shkurta që të japim informacione sa i përket shërbimit dhe natyrës së pacientit që trajtojmë ne. Faleminderit shumë. E dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë shtunë. Deri të shtunën e ardhshme, natën e mirë.